Ndryshimi I çmimeve të rreth 40 barnave të listës së barnave të rimbursueshme për vitin 2026, të cilat tashmë janë të aplikueshme në sistem, kanë sjellë përshtellim tek farmacistët. Çmimi I tyre në sistem rezulton më I ulur dhe farmacistët nuk kanë ndjeni për çmimet e reja. Në një deklaratë zyrtare ata theksuan se aplikimi është bërë pa njoftim zyrtar nga fondi, duke mos u lënë kohë atyre të marrin masa për pasqyrim dhe të reduktojnë stokun e barnave të blera me çmime më të larta. Kjo situatë ka shkaktuar vështirësi serioze në furnizimin e farmacive, pasi barnat të cilave u është ndryshuar çmimi po faturohen me çmimet e mëparshme, duke sjellë dëme financiare të konsiderueshme dhe bllokim të punës së përditshme. Theksojmë se kjo gjendje po çon drejt të bllokimit të zinxhirit të furnizimit me barna dhe po rrezikon drejt për drejt aksesin e pacientëve tek barnat e nevojshme, duke përbërë një rrezik real për shëndetin e tyre. Ministria e Shëndetësisë përmes një reagimi zyrtar informon se Komisioni I Çmimit të Barnave ka miratuar ndryshime duke u bazuar në hapat ligjor. Sipas ministrisë, mbajtësit e autorizimit të tregtimit të barit në Shqipëri kanë patur afat deri më datën 31 tetor 2025 të dorëzojnë çmimet CIF, ndërsa për barnat të cilat kanë qenë në proces të pajisjes me autorizim ose rinovim dhe që e kanë deklaruar këtë çmim brenda kësaj date, janë lejuar të aplikojnë deri në datën 31 dhjetor 2025. Fondi si hap të parë ka reflektuar me efekte menjëhershëm uljen e çmimeve për barnat si alternative vetme të listës së barnave të rimbursueshme në fuqi. Kjo praktikë është ndjekur prej vitesh dhe është e njohur nga subjektet tregtare farmaceutike. Ministria e Shëndetësisë informon qytetarët se nuk ka rritje të çmimeve të barnave që janë alternative vetme. Përkundazi, çmimet e ndryshuara janë krahasimisht më të ulta se në vitin 2025. Ministria e Shëndetësisë u ka bërë thirrje qytetarëve të mos mashtrohen nga lajmet e pavërteta. Barnat që ndodhen aktualisht në qarkullim në treg janë të pajisura me pullën e çmimit të viteve të mëparshme, ndërsa pulla për listën e çmimeve të barnave për vitin 2026 do të ketë çmim të ri, I cili është më I ulët se I vitit të kaluar.